Seancë e të entes, do me thënë nesër kanë parlamentarët e vitër. Bardhi mesazh deputetëve të PD-s të shkojmë në kuvend për të denoncuar farzën zgjedhore. Gjo këtu ti. Do me thënë, nesër, këta janë në kuvend. Nesër, parlamenti i vitër, jo i riu, se i riu fillon shtator. Nesër mblidhen deputetët e vitër, që do të thotë, deputetët e vitër është Bardhi, Noka, Paloka, të gjithë këta, që janë dhe në të riu. Dhe Bardhi thot mesazh deputetëve të PD-s të shkojmë në kuvend për të denoncuar fazën zgjedhore. Të bëni bla bla bla. Jo. Nesër zoti Bardhi ndroi mesazhin. Nesër që bësh mesazh ti sot më darkë këtyre, po ndrohen çka mesazhin. Të shkojmë nesër në kuvend për të kërkuar të drejtën e demokratëve, për të kërkuar të drejtën e gjithë popullit demokrat, dhe ne nesër do vemi në parlament dhe nuk do dalim nga parlamenti. Nesër është e vetmja rrugë, zoti Bardhi, se Bardhi thot, do vemi nesër thot, në parlament, për të denoncuar farzën zgjedhore, për të bërë bla bla bla, gjoja për të uzenë kështu. Jo. Nesër ju do vini, në qoftë se jini demokrat me shpirt, në qoftë se keni bythë, nesër ju duhet të mos dilni nga parlamenti. Letjen, se ju me doni kështu, po të rrim aty në qeshor do vem në plash, në korik në plash, se dashin në shtator do vini, që temen, e kupton? Që do të thot, që nesër ju kini shansin, nesër ju, që do juni në parlament, kini shansin për të treguar veten. Populli demokrat ju ka ndjekur këto 12 vit, në për protesta, në për kemi ngrenë tymra, gazra, njerëz tjetër. Nesër kini shansin e vetëm për t'i treguar popullit shqiptar që jini vërtet bura. Nesër është shansi. Nesër ju jeni në histori. Në qoftë se jini bura, kur të vini në parlament, nesër, ju deputetët e vitër që jini dhe të rinj, duke përfshirë të gjithë këta, me Flamunok, me Dipalok, me të gjithë këta që janë edhe në i riu dhe në i vitri, po që si ka, janë deputetët e Partisë Demokratike. Dhe, për ju që ju tani, Bardhi thot, Gaz Bardhi, mesazh deputetëve të PD-s, për nesër në seancën parlamentare, të shkojmë në kuvend për të denoncuar fazën zgjedhore. I dashur Bardhi, ndroi mesazhin dhe nesër mblidhe bythën mirë, ti e të gjithë ju aty, dhe kërkoni, se kam 3 vit që ja u them, por tashi me që ndodhi dhe kjo 11 maj, kini të drejtën e Zotit që ta vini në qoftë se ju nuk doni qeveri me Edi Ramën, në qoftë se ju doni zgjedhje të mira, në qoftë se ju doni popullin demokrat, atëherë ju nesër duhet të ngujojeni në parlament. Ska, është vdekje o liri, jo ta kaloni kër, ska. Nesër ngujoni nesër, shkoni aty si qini, ngujoni, kërkoni dhe flisni që aty me telefona, kërkojni Evropës e kujdo, të dëgjoj që këtu ka shqiptar dhe këtu ka njerëz që janë shkelur të drejtat që nuk pyesin për opozit, dhe ju duhet të sakrifikojni për popullin demokrat. Nesër aty të bëni dhe video mesazhe që ne të dashur kolegët të Bashkimit Evropian ku sini, jemi mbledhur këtu dhe do flijohemi për të drejtën e votës në vitin 2025. Nuk ju le njeri të vdisni, mos keni merak, se do dridhne. Jo, nuk ju le mo.
atëre populli demokrat, kur të shikoj që ju do rini 1 ditë aty, pa ngren, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë pa ngren, populli demokrat nga vash do ndizë situata, do vi në përkrajen tuaj para parlamentit, do bën 5 ditë, 6 ditë, pa ngren buk juve, e pa piruje. Atëre gjendja dhe do t'i kërkoni Edi Ramës të bëj dorëheqje, të krijohet qeveri teknike pa Edi Ramën kryeministër, dhe të kalojmë në zgjedhje të reja. Ai nuk do pranoj, situata do tensionohet, populli demokrat do vi aty, do bën protesta vërtet sepse ju do jeni aty, do rrezikoni jetën tuaj dhe ne do të ndihmojmë me mendimet tonë nga jashtë. Dhe ai do detyrohet që pas 10 ditë ose 11 ditë sa më të bën që ju të jeni aty brenda, dhe ai me ndezjen e situatës, me çdo gjë që do bëhet aty, ai do detyrohet të jap dorëheqje. Do ta kërkoj Evropa. Do ta kërkoj Evropa. Që sot mblidhni ato fakte që keni, mbajeni aty, që t'i tregoni nesër live kur të mbylleni aty brenda. Vetëm kështu tregojeni që nuk bani asnjë anë dhe nuk keni dhe do mini respektin ton. Në qoftë se për e të parë do rrezikoni bytën tuaj. Ky është rasti mirë, ja u kam thënë, kam 3 vite që nga 2023 që jam ngjirur qeveri teknike, më dhe të thash, iku kjo. Kjo është rasti mirë për të treguar burri dhe që opozita ekziston. Në qoftë se ju nesër do vini të bëni gjoja bla 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 aty, gjoja do zhjini, do thisi, dhe që këto ju vini, këto lerini, këto si jam më ne. Duam vepra. Dhe nuk ka rast më të mirë se sa nesër kur të vini në parlament aty, të tregoni sa trima jini, sa bura jini, sa opozitar jini. Prandaj, unë këtë thirrje kam. Besoj edhe shumë demokrat me shpirtë e me zemër. Po, është rasti i artë për të treguar që po mbrojnë demokracinë. Po tosi. Nesër do me thënë të zgjedhin 10 bura, 10-15 bura, do me thënë bura që jo të moshuarit, 10-15 këta që janë të rinj, do me thënë të rinj janë Paloka, Noka, Bardhi, që janë këta deputetet që janë nga 20, 30, 50, të futen, kur që janë të zotë të ruajnë votet e popullit përstare, aty të ngujojnë, deri në vdekje, net kundërt, po, Fadil, këta po them vlla. Të lejnë interesin personal të sakrifikojnë në ekstrem, këtë drejt. Po Edmond, fix, kjo është dhe është, ne s'kemi si, tashin, që mos të blokoj, ti largohu mu që këtu të një. Pra ndaj them, edhe njerë, me shpirt, e ka me shpirtu nga që të qanë, largohu anë të shi, lemrat mu. Është zeri të tërë demokratëve zeri pastër. Ju lutem shumë, edhe njerë, jo ju lutem, jo, s'ka për ju lutem këtu, por, në qoftë se, kini një fije bururi, nesër kini rastin, për të treguar që jini vërtet të luftëtar të votës së lirë. Në qoftë se ju, të gjithë, se po bën këtë, nesër të vazhdojnë tajnë atë rogë 4 vit dhe të rinë me bisht në shalë. Se po se ben. Po të gjithë tani, miro, do një qështë, po që si kapre nga 10-15-20, ndoshta, po le të rinë edhe të gjithë. Po,
Nuk ka rëndësi numri bre vlla. 10, 20, 30, e të gjithë. Po t'jenë të vendosur, po t'jenë të vendosur. Ka mundësi të mos më shqetësosh çaçan të lutem. Ka mundësi lemra të lutem mos më ndry. Kjo është e vështirë për e vetëmja zgjidhje, nëse duan ty në histori. E se vetëmja zgjidhje, llafet, nga vodhi, nga beri, jo. Ja sheshi, ja Mejdani. Nesër, Bardhi për nesër ka bërë një mesazh. Bardhi ju kërkon, ku më vajti, Gaz Bardhi. Ku vajti mo? Ja. Nesër nis parlamenti i vitër në legjislaturën e ardhshme do mohojnë 83 nga deputetët aktuar. Ku është kjo mo? Nga më vajti kjo mo? Nga më vajti mo Gaz Bardhi? Aj temen e sens. A o që kema? Qërë bëhet ma? Gaz Bardhi ku je? Nese tani, për jam e që ta tregojnë edhe njërë për ta qyën tani. Nesër qënë si kata që jetë e me kojmë, që nga miku. Nesër. Gaz të gjithë ngujim nga toka ajri vjen. Mesazhi është i pastër. Nesër ka parlament shqiptar me deputet të vitër. Nuk mban më uj pilafi ose pilafi uj zeni si doni. Mendojeni sot më darkë nesër në mëngjes mblidhuni nuk e di. Dhe kuresh në orën 10, kuresh, më 10 më 5 mas dite. Tregoni për Zotin e Madh. Për Zotin e Madh që nesër është vërtet të tregoni burërin tuaj, as jo të vëtë në setër jo, burërin tuaj një zilekun dhe që jini njërës prej gjaku. Prej gjaku edhe që të vini dhe vota e demokratëve të gjitha që po ikin deme më të tash u bën 12 edhe ka të 16 nuk durojt me. Nesër kini shansin eroik, në qëse jeni bura, në qëse unë do isha parlament, për shpirtën e nës do ynja dhe do thesha do dal nga parlamenti vetëm kur Edi Rama të jap dorëheqjen dhe të krijoj qeveri teknike pa Edi Rama kryeministër dhe të jap një datë për zgjedhjet e parakoshme për 45 ditë të bëhen zgjedhje prap. Zgjedhje parakoshme. Do ynja aty dhe nuk do dilnja. Për shpirtën e nës jam burun, për shpirtën e nës të babait. Po t'isha deputet, s'jam deputet. Qa të bëj? Po t'isha deputet, aty do ninja. Dhe të dalë njeri nesër, të bëj deklarat aty, sa të filloj ajo? Të bëj deklarat. Të bëj deklarat të thotë që ne por nuk do dalim nga parlamenti. Sepse ju e keni lidhur votën e shqiptarve dhe ne do vend të drejtën në vend. Ili ti mendon se nuk i din këto gjëra ata. I di si dinë, dishtë të them unë Elton Bardhi. Unë di të them vllajim që nesër kanë shansin. Në qoftë se ata nesër do të redhojnë, jo kështu, do bëjnë kështu i bie, atëre i bie që janë bashkë vlla. E jo atëre unë më linte drejta të them që ata janë bashkë. Sepse është rasti mi pastër, rasti më unikal që ata të tregojnë veten. Të tregojnë veten. Le të hynë o Elis se unë si qedha nga Gjermania për të votuar, ashtu do vitin mbroj po në grebu. Ja, shkon Alban Barçi, shkon si donë Njezdia. Do men në doni, jo të iritoni, po dhe të iritoni mo, në doni të iritoni popullin demokrat, në doni
që populli demokrat vërtet të tregoj dhe njërë të vetme që është popull, atere ja ku e keni zgjidhjen. Ja ku është parlamenti nesër, dhe tregoni burra. Nesër në mëngjes, ngriuni në mëngjes, launi, bëni një banjë, launi, vishuni. Në fakt nuk ja u sugjeroj të vishni kostum, po gjithsesi them me tuta vishuni, me tuta sportive, se mund do shtrini aty në për këto kariget, me tuta sportive, nga këto firmatat që kini, tuta sportive, pa mbukur. Po hajde edhe me atë, po do t'ju prishet kostumi. E ka në rastin më të mirë se tani po thuaj se kancelarit perëndimore kanë kuptuar çfarë ndodhi dhe shumë shpejt do t'jepet zgjidhje nga bota, po vlla. Po Mario Muharremi, po shumë mendim i drejt dhe në demokraci, demokratët e vërtet do i mbështesin në çdo lloj sakrifice. Pa dyshim. Nesër e kanë radhën këta për të treguar sa burra janë. Populli demokrat ju kanë dikur në për protesta, në për të gjitha, zvar, ku ngrenë, ku pa ngrenë. Nesër është rasti tuaj që ta ishni luksin, nuk do të thotë që pas parlamentit të vini në për dreka luksi, në për ato vrimat e ariut, që shpellat e ariut, jo. Nesër, detyra juaj, i lirë mos e qeshto shumë veten, po me që po sho, çdo gjë varet nga Sali Berisha. Unë e votova për dhenë si gjithmonë, si demokrat, por Saliu duhet të largohet urgjentisht. Ti lem këto brevlla tani, ti lem këto, Tomas. Nesër e ka në rastin unikal të bëjnë këtë gjë. Dhe jo, unë e mentoj, po doktori është 81 vit, ndoshta të ri një ditë, ndoshta të ri ditën e parë, të thotë do ri që ti mbaj këta, ndoshta të ri një ditë ishke, tani ajo është 81 vit. Ndoshta të ri dhe ajo ditën e parë. Ditën e parë, 24 orë të ri edhe doktori. Ditën e dytë tik, dhe këta të rinë të gjithë. Sa të bënë, më? Po nuk ka rast më për të treguar veten, nuk ka të dilni në për studio, në Feziu, në këta. Na i vodhi, ja, deri këto. Pordi kali, ja ku e sheshi ja Medani. Rama kuptohet që është në siklet të madh, ata duhet ta shfrytëzojnë. Janë të gjithë, jemi pas zgjedhjeve të 11 majit, s'mban më ujë pilafi, i kemi ndikur gjithmonë, po s'kemi ç'bëjmë, ne me se na fusin dhe në burg. Kanë filluar kërcënimet që ku kanë fituar. Zoti ruajt dhe këta demokratë që kanë ngeru. Po që, edhe njërë tani, edhe për ta qynë, edhe njërë, nesër të ngujohet dhe Sali Berisha, i pari, edhe gjithë grupi parlamentar Shqipëria, me rrugë demokracia njëre mirë. Po fasli. Po doktori le të 24 orë dhe të dalë sepse do jetë jashtë. Nesër, dëgjo doktor të lutem, doktor më dëgjo fjalën e vetme. E vetmja mënyrë që të vini çdo gjë në vend, nesër është parlamenti dhe me deputet e vitër. Nesër kini rastin unikal për të treguar që vërtet jeni burra. Sepse nuk ka çfarë ju duhet me parlamenti i ri kur ju keni vetëm 50 vota dhe ai ka 83 vota dhe çdo ligj e bën vetë dhe nuk ka çfarë ju duhet. Nuk ka çfarë ju duhet fare mandati i ri. E më the dhe të thash. Që më 12 maj po thua votat janë të vidhura, po u nxjerr fakte. Meri faktet, doktori dashur, shpiri nesër në parlament në mëngjes, aty jepu aktyre, shpëndaju nga një kopje dhe të dalin me telefona në xhep, të dalin të bëjnë videon, aty të ngujuar, të marrë vesh Evropa, bota edhe Amerika, që vota është vidhur në Shqipëri dhe po sakrifikohen deputetët e Partisë Demokratike. Të djatët po sakrifikohen. Më dëgjoni mua,
pas disa ditësh do tensionohet situata dhe pas një javë, mos them, një javë ca do tensionohet situata dhe do dorëzohet Edi Rama. Pas 10 ditëve, kur situata bende do itë që deputetët do kenë marrëmendshëm dhe tash tension, situata do tensionohet. Dhe ai do dorëzohet. Do dorëzohet dhe do pranoj zgjedhje, do të detyroj Evropa edhe Amerika që të bëhet qeveri teknike dhe të bëhen zgjedhje të parakohshme për 45 ditë. Pa Edi Ramën kryeministër. Kjo është e gjitha dhe nuk ka më fjalë, në qoftë se nesër ju do vini në parlament dhe do vini llafin gjoja. Na i bodën gjoja kot të bëni kështu, të ngrini aty deri këto. Nuk shkojnë me këto. Duhet akti më... Ore sa deputet unë, po të them. Po të isha deputet për shpirtën e nënës. Po të isha unë atë sallë, do hynja dhe nuk do dinja më. Ky jam unë, kështu jam. Nuk do dinja më për Zotin e Madh. Se e kam me shpirtë e me zemër. Prandaj them, cili deputet i të djathtës e ka me shpirtë dhe e mendon me shpirtë, duhet që të përfaqësoj popullin demokrat nesër aty, duke u ngujuar në parlament. Kam 3 vite që ja u them. Nesër keni rastin më të mirë për të treguar burra. Në qoftë se ju nesër e anashkaloni dhe rëshqisin si ngjalla, atëherë unë kam të drejtë të them që ju jeni bashkë. Kaq, sepse keni rastin më të pastër, rastin më pas zgjedhjeve, nuk ka rast më të pastër, nuk gjen. Shtrëngojeni bythën dhe nesër, nesër dua që të jetë një lajm sensacional. Nesër në mëngjes, më 10, kur është nuk e di më çfarë është, më 10 a më 17 nuk e di, dua që në titrat të lexoj deputetët e Partisë Demokratike ngujohen në parlament. Shikoj Monica të mua. Sa e thash vet, edhe u bëra me Monica. Populli demokrat është indinjuar, është momenti më i mirë, për të ndezur vatrën e zjarrit mundë mes parlamentit, në thonjsa. O Eli, nesër janë paradite në parlament. Në darkë i ke të gjithë në për studio, nesër është dita që thua ti. Mbase nesër kur mos i neglizho, mos i lenshin, mos i gëzofshin mandatet. Nesër dua që lajmi i fundit të jetë Abnori yri i vetëm dhe fitovi. Po Abnori që ish i burgosur dhe të thash, Abnori kishte krijuar parti socialdemokrate në kohën e Enverit, Abnori që biri nën se çu si bën. Po le Abnori buk më vete tani. Prandaj po them, të gjithë ju që i keni zgënjyer demokratët më. I keni zgënjyer më. Dhe jeni lodhur me ato embra, ne jemi lodhur, tregoni veten nesër. Nesër tregoni veten, tregoni burra, ja ku sheshi, ja dhe Mejdani, ja dhe demokratët kapedan, po të jeni kapedan, tregoni nesër që jeni kapedan. Dhe mos thoni, jo po ym në grevurie, Edi Rama nuk të le njeri të vdesësh. Do vuash, po do vuash në shikova. Do risa ditë pa ujë, do të zedh buza shirit, po do fitosh një kauzë, dhe do bën një eronj, dhe do të mbështetim, dhe në qoftë se ai do të dorëzohet, nuk e diskutoj fare, që Edi Rama do dorëzohet. Do dorëzohet se ty yn deputet në grevurie, të Bashkimi Evropian, të gjithë do kështu ta shpini zërin dhe në Trump i lartë. E do Trumpi çam do thande nga Shqipëria e votës kilo. Hore kanë një deputet në vetë sepse u bën edhe i ka vidhur, është një që ka ndetur 6000 vit dhe do bëj 6000 vit në pushtet dhe i ka vidhur votat më 11 maj. Dhe deputetët e djathtë janë futur kundra këtyre. Ky është i Soros, si do t'i thonë. Ky që është tani, është një i gjatë 2 metra. Vjen nga departamenti ande. Në Shqipëri duhen zgjedhje të parakoshme dhe qeveri teknike, pa Edi Ramën kryeministër. Atëre, ta bëjmë të gjë, të votojmë, pasaj po votovi të bëjmë të pasra, pasaj po votovi populli prap këta,
Qa të bëjmë ne? Aman, deri diku jam me ty, por nesër do të jetë simbolike. Të vazhdojnë një ditë se kanë punë jashtë për të bërë, nëse duan të vazhdojnë seriozisht. Jo, vetëm kur e mendojnë që do rinë pa bukë, e lënë mandatin para këlloj ata. Më nuk ishë për të qeshur, aman. Mos me bëj për të qeshur, për Zotin e madh. Tash po e mbyllun, edhe njërë po jap mesazhin. Edhe njërë. Nesër. Edhe njërë, mesazhin e do ta mbyll. Nesër, është e njëjtë. Data, sa është nesër data? 29 maj. Nesër. Në orën 10, ku di unë orën, për çfarë si kam nesër? Në parlament. Është shansi. Mblidhe parlamenti me deputet të vitër. Po që si ka, deputet të vitër janë dhe këta që janë edhe të rinjë të vitër, janë Paloka, Flamuri, janë tërë ata, që janë edhe në i vitri dhe në i riu. Që do të thotë? Që do të thotë? Nesër, në qo se jeni bura, në qo se kini koqe të mëdha, koqe, o nesër të regoni veten, nesër të regohet burëria juaj, dhe nesër i të regoni popullit demokrat që po, jemi dhe ne këtu. Dhe mbështetjen e popullit do ta kini dhe do bëni gjenë që do mbetin në histori. Në qoftë se doni të rini Lapashan, më 12 një seanca. Nesër në orën 12 që nga seanca më njofton biri që nga Tirana. Më 12. Shumë bukur, në orën 12. Ani mëngjes mirë, se edhe në që për të qeshur më mor. Ani mëngjes mirë, futi doppio pace, pape, doppio pace, nga 2-3 kafe me sheqer, futi dhe sheqerka, në për çorapet shumë, fyshek me sheqerka. E për atë vinë në bajnë futi nga një sheqerke në gojë. Kjo është për të qeshur. Kjo është për shaka. Po e them vërtet. Nesër në orën 12 që nga seanca. Ngujoni. Ose edhe s'ku mos thot Sali Berisha ngujoni, cili deputet e ndjen që duhet që mendon vërtet që është vidhur vota në Shqipëri, në qoftë se cili deputet demokrat mendon që është vidhur vota në Shqipëri, duhet të ngujohet nesër në Parlamentin Shqiptar. Ju lutem shumë, nuk ka as pushime as gjë, mbylleni gojën, as pushime as gjë, mbylleni gojën, as pushime as gjë, e keni aty vendin. E keni aty vendin, e keni... Do i kishtë jo pache se ka shumë grip. I kore, po të them. Po i ka se s'dua të qesh, se kam se rozisht tani. Ik tani, mos më bëj. Mos më bëj. Nesër më 12, mblidhe parlamenti, ju lutem të dashur deputet të Partisë Demokratike, ngujoni aty, tregoni bura që të mbështesë e gjithë populli demokrat. Nesër tregoni që nuk jeni byte brek me Edi Ramën. Në qoftë se ju nesër nuk hyni në grevurie, ti tregoni botës që në këtë vend po vidhet, është vidhur vota, atëre ta them një gjë për ta mbyllur, e mbaj mend. Nuk hynë në grevurie këta deputet, i njoj mine. O Amaro, unë po e them, e kam 3 vit që ju them, që më 2023 në hynë në grevurie. Nëse këta kanë shansin, do të tregojnë veten e tyre, vlla. Po prap them, kushdo deputet individ që e ndjen, të ri, para them njëri mo, po të bëjnë mo 4-5 me mendjen e tyre. Do bëjnë eronj. Kini rastin të bëjnë eronj. Sidomos ju që unë baran mandati, ju që nuk kini. Ju që nuk kini, mo. Ju që nuk kini në parlament i ri, kini shansin të bëjnë eronj. Dhe do bëjnë zgjidhje të reja, edhe po ujtë aty të bëjnë një eronj, do hyni në listat pasaj, në listat e mbyllura. Dëgjoni se do bëjnë zgjidhje të parakoshme. Po ndendet aty brenda që të bëjnë një eronj, do hyni pasaj në listat e mbyllura. Tëra ata që janë do hyni aty në grevurie. Shikoni që këve interesin tuaj. Po
Në këtë rast, duhet të shikoni interesin kombëtar. Në qovë se ju po bëni laka, na i vodhen, nesër kur të hyni në parlament të regojni vërtet, në qovë se ndjeni që ju kanë vjedhur votën, duhet të hyni aty, të hyni të ndisni situatën, të bëhen protesta madhështore, dhe të dhunshme, para parlamentit. Atëherë do ngrihen demokratët, do rrethojnë parlamentin. Në qoftë se ju do kaloni 10 ditë pa ngrënë. Provojeni një, se kemi ndentur, kam ndentur unë me dite pa ngrënë, kupton? Po provojeni një. Po lembe fafmi tani, pace kemë, se pace i koke, ju shtojnë limbit, po dhe pilav, po, ju a forcon së të mau. Ti ishi sikur që në darke kene... Lembe, nuk dua bese ti i majtë, mos më në yti tani, rik tani ti ore, qëkande. Kjo është tani. Unë do pres. I dashur doktor, unë e di që i shikon videot e mija. I dashur doktor, ta the me shkrit bre, nesër merin telefon, cili është i gatshëm për greburie, shënoja embrin. Kush nuk është i gatshëm për greburie, veri futi kryq. Socialistët morën armët, kurse këta paqësisht dhe e kanë botën me vete. E kanë fitoren e pa diskutuar dhe brenda javës me zgjidhje. Po bre Mario, po vlla, në qoftë se duan. Në qoftë se duan dhe ndjejnë që populli demokrat është vjedhur, por se nuk ka zgjidhje me Edi Ramën në këtë mënyrë. A e kuptuan? Unë kam thënë që 2023 me votë Edi Ramën nuk e mundi me. Edi Ramën të tani e mori, i vodhi, kini fakte që kini vidur, kini nxjerr fakte. Dakord, tani kini rastin të hyni aty. Nesër në orën 12 mblidhet parlamenti me deputet e vitër. Të gjithë ngujoni, kaq, dhe lajmi nesër më 12:05 të dalë në titrat. Deputetët e Partisë Demokratike ngujojnë në parlament. O t'ju qa zemra, o si do bëhem unë, o qa zemër do marë, o njësi si do bëhet, mos kini merak, do kanë 24 orë, 48, shko si bëhem unë. Aty na kini, nuk ju le njeri të vdisni, mos kini merak. Do krijoj një trysni në kokën e Edi Ramës, në të gjithë, do mbani telefonat, mini karikusat me vete, futeni në xhep, që të karikoni atë, dhe bëni video që t'i shpëndajmë të gjithë ne, t'i shpëndajmë edhe portalet të gjitha, të kalojnë t'i ikin në për oboret e Bashkimit Evropian, që kujdes, sepse jeni zyrtar, jeni deputet, dhe do bëni buj në Evropë edhe në botë. Po ku mundet të rinë këta padashnore? Ti bjerë me dorë në banjë. Të vë në banjë të bjerë me dorë. Ska, dakord. Ju ngrit të vë në banjë, ti bjerë me dorë. Mirë bafsh. Ska. Po s'do ke fuqi o janë një të t'i bjerë, janë një, ja 2 ere. Pasaj, pa nkrenë së të ngritme. Normale, po deshen dhe po nuk i ka tredhur Rama me dosje. E para që të tregoj veten, duhet jetë tabaku, se thashe themet janë të vërteta, për këtë si. Jo mo femër, jo, lere tabakun, jo. Bura të rinë aty, jo. Jo femra, jo, të rinë bura. Të rinë vetëm bura të tani, se femra ku do shtri, ku do ven. Bura, ka bura plot aty. Bura, ma jo, bura. Bura të shtri aty. Bura, vetëm bura. Vetëm bura. Nesër më 12, vetëm bura. E po një them, mos më komento, kyta që më mërzit ka. Si,